Shuplaka nuk ra kur. Dora e saj u kap në ajër. E gjithë shtëpia u ngri. Një vajzë e varfër, e lodhur, duke u drizur, me sy që digjeshin nga zemërimi, qëndronte mes një gruaje të pasur që u lërinte dhe një plaku të friksuar që mezi mbante mend emrin e tij. Dhe në atë çast, një pyetje mbushi dhomën. Si arriti puna deri këtu? Para se dikush të merrte frym, vajza reagoi. Fort, britma shpërthyen, mobiljet u zhvendosën, krenaria u coptua. Askush nuk e priste që vajza e heshtur të kundërshtonte. Askush nuk e dinte se ajo tashmë kishte humbur gjithçka. Dhe askush, absolutisht askush, nuk e dinte se plaku që të gjithë e trajtonin si barr ishte çelësi i gjithë fatit të saj. Mirë se vini në kanal. Nëse i doni historitë reale dhe emocionale për mirësinë që kthehet në forcë, tradhëtinë që zbulohet dhe fatet që kthehen kur nuk i pret, abonohuni tani dhe aktivizoni njoftimet. Dhe më tregoni në komente, nga po na shikoni sot, sepse kjo histori godet ndryshe, varësisht nga vendi ku e dëgjoni. Tani dëgjoni me kujdes. Kjo nuk filloi me para, nuk filloi me dashuri dhe nuk filloi në këtë shtëpi. Filloi në një rrugë me pluhur, me një plak të uritur dhe me një vajzë të varfër që mbante lekët e saj të fundit. Let ju kthej aty ku gjithçka filloi. Dridza u zgjua para agimit, ku qyteti i Elbasanit ishte ende i heshtur dhe ajri mbante atë ftohtësinë e lehtë që zhduket sapo lind dielli. Dhoma e vogël ku jetonte me të ëmën kishte mure të zverdhura nga koha dhe një dritare të ngushtë që mezi linde dritën të hynte. Ajo u ngrit ngadalë, pa bërë zhurmë, që të mos e zgjonte Vjollcën. Në tavolinën e vogël prej druri ishte vendosur një gotë ujë, disa barna dhe një copë buke thatë nga mbrëmja e kaluar. Vjollca ishte shtrirë, frymëmarrja e saj e rënduar tregonte se nata kishte qenë e vështirë. Dridza u afrua, ja rregulloi batanien dhe e preku lehtë në ball. Ishte ngrohtë. Zemra ju shtrëngua, por ajo nuk tha asgjë. Nuk kishte kohë për frika të mëngjes. Sot kishte një mundësi. U vesh me fustanin e saj më të pastër, një fustan i thjesht, i larë shumë herë, por i hekurosur me kujdes. Flokët i lidhi pas koke dhe në një zarf të vogël kafe futi dokumentet e pakta që kishte, një letër rekomandimi të vjetër dhe kartën e identitetit. Ai zarf ishte shpresa e saj. Para se të dilte, Vjollca u përmend. Dridza? Zëri i saj ishte i dobët. Jam këtu, mama, tha ajo duke u kthyer. Po dal, kam një intervistë sot. Vjollca buzëqeshi me zor. Zoti të ndihmosh bija ime. Ai do, ju përgjigj Dridza me bindje, edhe pse brenda saj kishte frikë. Mos u shqetëso, do kthehem shpejt. Doli nga shtëpia dhe u fut në rrugicat e lagjes, ku dyqanet ende nuk ishin hapur dhe vetëm do një furr buke nxirrte erën e bukës së ngrohtë. Stomaku i saj u tkurr, por ajo vazhdoi rrugën. Paratë që kishte ishin të pakta. I numëroi me gishta ndërsa ecte drejt stacionit të autobusit. Kur arriti te ndalesa, e pa. Një burr i moshuar ishte ulur pra një pemë fiku, me shpinën mbështetur pas trungut. Rrobat i kishte të vjetra, këpucët të çara dhe duart i dridheshin lehtë mbi bastunin prej druri. Ai ngriti kokën ngadalë, sikur çdo lëvizje t'i kushtonte mundim. Bie, tha me zë të butë, a ke ndonjë gjë për të ngrënë? S'kam ngrënë që dje. Dridza ndaloi, zemra ju drodh. E njihte atë shikim. Ishte shikimi i dikujt që nuk kishte më as forcë të kërkonte. Ajo hapi çantën dhe futi dorën brenda. Gjeti vetëm një kartmonedhë. Ishte paratë e udhëtimit. Pa to, do t'i duhej të ecte në këmbë për më shumë se gjysmë ore. Mendoi për intervistën, mendoi për Vjollcën, mendoi për ilaçet që po mbaronin. Pastaj ngriti syt dhe pa fytyrën e burrit. Në atë çast, vendimi u bë i qartë. Bac, tha ajo me zë të qetë. Këto janë paratë e fundit që kam sot. Ai lëvizi dorën, sikur të refuzonte. Jo, bi, mbaj, ke nevojë. Dridza buzëqeshi lehtë, nxori kartmonedhën dhe ja vuri në pëllëmb. Unë do ec, kam ecur edhe më gjatë. Uria është më e rëndë se lodhja. Burri e shikoi i habitur, syti u mbushën me lot. Zoti të bekoft bie, këmbët e tua qofshin të mbara, emri yt do të nderohet. Dridza u ri kokën me respekt dhe u largua. Filloi të ecte në ndjellin që po ngrihej ngadalë. Djersa i rrithte në shpinë, por ajo nuk ndjente zemërim. Brenda saj kishte një qetësi të çuditshme. Ndjente sikur kishte bërë gjën e duhur. Ndërsa ecte, mendimet i shkonin te intervista. Shtëpi e madhe, njerëz të pasur, një punë e thjeshtë, por e ndershme. Nuk kërkonte luks, vetëm siguri, vetëm një shans. Rruga ishte e gjatë.
Kaloi pranë dyqaneve, kafeneve që po hapeshin, njerëzve që nxitonin drejt punës së tyre. Askush nuk e vuri re, dhe ajo nuk kërkoi të vihej re, vetëm vazhdoi të ecte. Kur më në fund pa portën e madhe të shtëpisë ku do të shkonte për intervistë, këmbët i dhimbnin dhe fustani ishte lagur nga djersa. Mori frym thellë, shtrëngoi zarfin dhe ju afrua portës. Por kjo ishte vetëm fillimi. Dridza nuk e dinte se ai mëngjes, ai vendimi i vogël, ajo kartmonedhe fundit kishin vënë në lëvizje diçka shumë më të madhe se një intervistë pune. Ajo nuk e dinte se uria e një plaku dhe zemra e saj e pastër kishin lidhur dy jetë në një mënyrë që askush nuk mund ta kishte parashikuar. Ajo thjesht e dinte një gjë, kishte bërë atë që duhej të bënte, dhe për momentin kjo mjaftonte. Dridza mbërriti në lagjen e pasur të kodrave të shiakut, pasi kishte ecur gjatë në ndjellin përvëlues. Rruga ishte e pastër, e shtruar me gur të rregullt, dhe shtëpitë përreth ishin të mëdha, me porta të larta metalike dhe kopshte të mirëmbajtura. Ajri aty duke ndryshe, më i qetë, më i ftohtë, sikur problemet e botës së saj nuk ishin kaluar kurrë përmes atyre mureve. Ajo ndaloi për një çast përpara portës së madhe të vilës, fshiu djersën nga balli dhe rregulloi shallin e thjeshtë që mbante mbi supe. Zemra i rihte fort. Nuk ishte hera e parë që kërkonte punë, por diçka brenda saj i thoshte se kjo ishte e rëndësishme. Ajo trokiti lehtë. Për disa sekonda nuk ndodhi asgjë. Pastaj porta u hap me një zhurmë të thatë dhe përballë saj doli një grua elegante, e veshur bukur, me flokë të rregulluar me kujdes dhe me një shikim që e përshkoi Dridzën nga kokat e këmbët pa asnjë ngrohtësi. Ishte Mirabela. Pa e përshëndetur, ajo ngriti vetullat dhe pyeti me ton të ftohtë se çfarë kërkonte. Dridza u përpoq të fliste me respekt. Tha emrin e saj, shpjegoi se kishte ardhur për intervistën për punë shtëpie dhe kërkoi falje për vonesën. Zëri i saj ishte i qetë, por i lodhur. Këmbët i digjnin nga ecja dhe barku i gërhiste lehtë nga uria, por ajo u përpoq të mos e tregonte. Mirabela nuk e la të mbaronte fjalinë. E ndërpreu ashpër, duke i thënë se ishte shumë vonë dhe se njerëzit serioz nuk vinin kështu. Shikimi i saj u ndal te rrobat e thjeshta të Dridzës, te këpucet pak të konsumuara dhe te duart e saj të skuqura nga puna dhe ecja. Me një buzëqeshje përçmuese, Mirabela i tha se nuk kishte nevojë për dikë që dukej i ngadalshëm dhe i papastër. Fjalët ranë si gur të rëndë. Dridza u përpoq të shpjegonte se kishte ecur larg dhe se trafiku kishte qenë i rënduar, por çdo fjalë e saj dukej e pavlefshme. Mirabela u afrua një hap më pranë dhe i foli me një zë edhe më të mprehtë, duke i thënë se nuk donte vajza të tilla në shtëpi, sidomos pranë burrit të saj. Ajo e quajti të papërshtatshme, i tha të largohej dhe të mos kthehej më. Pa i dhënë kohë të lutej apo të kërkonte një shans të dytë, Mirabela mbylli portën me forcë. Dridza mbeti për një çast e ngrirë. Zhurma e portës që u mbyll i ushtoi në vesh më fort se fjalët. Ajo mori frym thellë, u kthye ngadalë dhe filloi të largohej. Syti u mbushën me lot, por ajo nuk qau. Nuk donte t'i jepte askujt kënaqësinë ta shihte të thyer. Çdo hap larg asaj porte i dukej i rënd, sikur po linte pas shpine jo vetëm një punë, por edhe një shpresë të madhe për nënën e saj, Vjolcën. Pak minuta më vonë, një makinë e zezë hyri në oborin e vilës. Nga ajo zbriti Arlindi. Ai pa nga larg siluetën e një vajze që po largonte ngadalë nga porta, me kokën ulur. Diçka në ecjen e saj i tërhoqi vëmendjen. U kthye nga Mirabela dhe e pyeti se kush ishte ajo. Mirabela u përgjigj me mospërfillje, duke thënë se ishte një vajzë e varfër që kishte ardhur vonë për intervistë dhe se ajo e kishte larguar. Arlindi e shikoi me habi. Ai i tha se shtëpia kishte nevojë për ndihmë dhe se nuk ishte e drejtë të gjykoheshin njerëzit vetëm nga pamja apo nga vonesa. Mirabela u nervozua dhe u mbrojti, duke thënë se nuk donte njerëz të tillë rreth tij. Arlindi nuk e vazhdoi debatin, por brenda tij diçka nisi të lëvizte. Nuk ishte hera e parë që një punëtore largohej në këtë mënyrë. Ai e dinte që tensioni në shtëpi ishte rritur kohëve të fundit dhe se sjellja e Mirabelës po e bënte ambientin të rënd. Ndërsa hyri në shtëpi, mendja e tij mbeti te ajo vajza që po largonte ngadalë, pa bërë zë, pa u ankuar. Ndërkohë, Dridza po ecte përgjatë rrugës së gjatë që zbriste nga kodrat. Dielli po perëndonte ngadalë dhe hijet po zgjasnin. Ajo ndjeu një lodhje të thellë që nuk ishte vetëm fizike. Mendoi për nënën e saj, për ilaçet që po mbaronin, për qeran që duhej paguar. Megjithatë, brenda gjithë asaj dhimbjeje, ajo ndjeu edhe diçka tjetër, një lloj qetësie të çuditshme. E dinte se kishte bërë gjithçka që mundtej. Nuk kishte gënjur, nuk kishte përkulur, nuk kishte humbur dinjitetin.
Ndërsa largohej gjithnjë më shumë nga vila, pa e ditur ajo kishte lënë pas shpine jo vetëm një portë të mbyllur, por kishte hapur pa dashuri një çarje të parë në një shtëpi që dukej e fortë vetëm nga jashtë. Brenda atyre mureve, fjalët e ashpra të Mirabelës dhe dyshimet e Arlindit kishin filluar të përplaseshin. Farat e tensionit ishin mbjellë dhe asgjë nuk do të ishte më njësoj. Dridza ecte ngadalë përgjatë rrugës e pluhurosur, me këmbët që i rëndonin më shumë nga sa duhej. Nuk ishte vetëm lodhja e trupit, ishte ajo ndjesi e njohur që i zbriste në kraharor sa herë shpresa thyhej. Koka ishte ulur pa e kuptuar, dhe zarfi i vogël kafe, që më parë mbante me kujdes, tani i vare i lirshëm në dorë, si një kujtim i hidhur i një mundësie të humbur. Kur arriti pranë stacionit vjetër, e pa sërish. Besforti ishte ulur në të njëjtin vend, nën hijen e një peme të lodhur me bastunin pranë këmbëve. Po shikonte përpara, por syti kishte të mjegulluar, sikur mendimet i ishin larg. Kur e vuri re Dridzën, u përpoq të ngrihej pak, por u ndal. U ktheve kaq shpejt, bi? E pyeti me zë të qetë. Dridza u ndal përballë tij. U përpoq të buzëqeshte, por buzëqeshja i mbeti e ngrirë. Nuk shkoi mirë, tha thjesht. As nuk më dëgjuan. Besforti e vështroi me kujdes, jo si dikush që kërkon shpjegime, por si dikush që di të lexojë dhimbjen pa fjalë. U mbyll dera e pyeti. Ata as nuk e hapën, i u përgjigj ajo. Më përzun sapo më pan. Ai uli kokën lehtë dhe mori frymë thellë. Disa dyer mbyllen sepse nuk janë për ne, tha pas një pauze. Jo çdo refuzim është humbje, ndonjëherë është mbrojtje. Dridza e dëgjoi, por zemra ishte ende e rëndë. Unë kisha nevojë për atë punë, tha. Nëna ime është shumë e sëmurë. Besforti ngriti sytë dhe e pa drejte në fytyrë. Dhe prap sot ti zgjodhe të ndihmoje një të huaj, i tha. Kjo tregon se çfarë lloj njeriu je. Jeta nuk harron njerëz të tillë. Fjalët e tij nuk e larguan me njëherë dhimbjen, por diçka brenda saj u qetësua, si një zë i vogël që i thoshte se ende nuk ishte mbaruar gjithçka. Ajo u përkul pak dhe i uroi mbrëmje të mirë, pastaj vazhdoi rrugën drejt shtëpisë. Kur hapi derën e apartamentit të vogël, aroma e lagështisë dhe ilaçeve e goditi menjëherë. Dhoma ishte e heshtur. Vjollca ishte shtrirë në shtrat, e mbështjellur me një batanie të hollë. Kur e pa të bijën, u përpoq të ngrihej. U ktheve herët, tha me zë të dobët. Si shkoi? Dridza ul pranë saj dhe ja mori dorën. Ishte e ftohtë. Nuk më pranuan, mama. Sytë e vjollcës u mbushën me trishtim, por ajo u përpoq të mos e tregonte. Më vjen keq, bija ime. Mos u mërzit, tha shpejt. Do të gjej diçka tjetër. Nuk do të ndalem. Vjollca e shtrëngoi dorën e saj. Ti e arsyeja pse nuk dorëzohem, ju përgjigj ajo. Sa kohë që ti je këtu, unë do të vazhdoj. Ajo u ngrit për t'i përgatitur diçka të ngrohtë, një supë e thjeshtë, me pak patate dhe qep, asgjë e veçantë, por e bërë me kujdes. Ndërsa e trazonte tenxeren, mendja i shkonte te fjalit e Besfortit. Jo çdo derë e mbyllur është humbje. Ajo nuk e dinte pse, por ato fjali sillnin një ndjenjë të çuditshme sigurie. Kur u kthyre në dhomë, e ndihmoi nënën të hante ngadalë. Vjollca u lodh shpejt dhe mbylli syt. Dridza u ul pranë shtratit dhe e vështroi për një kohë të gjatë. Frika i rinte gjithmonë pranë, si një hije. Frika se mos një ditë do të kthehej dhe nuk do ta gjente më duke marrë frymë. Ajo u lut në heshtje. Nuk kërkoi pasuri, nuk kërkoi mrekulli të mëdha, vetëm një mundësi, një derë që këtë herë të mos mbyllej. Atë natë Dridza mezi fleti. Mendimet i vinin njëra pas tjetrës, por me sankthit dhe lodhjes, një ndjenjë e vogël shprese nuk u shua. Diku, pa e ditur si, ajo besonte se ato ditë e keqe nuk ishte fundi. Ishte vetëm një kthes tjetër në një rrugë që ende nuk e shihte qartë. Dhe ndërsa nata përparonte, Dridza e mbajti fort atë besim si gjën e vetme që askush nuk mund t'ja merrte. Dridza e pa përsëri pas disa ditësh. Ishte pofuese në të njëjtin vend, pranë rrugës së ngushtë ku kalonin autobus të vjetër dhe makina që ngadalsonin për shkak të glopave. Ai rinte ulur mbi një gur të madh, me shpinën paksa të përkulur, bastunin të mbështetur në gjuhë dhe syet që vështronin njerëzit pa i ndalur askujt. Kur ajo ju afrua, ai ngriti kokën dhe buzëqeshi lehtë, sikur ta kishte pritur.
Erdhe përsëri i bi, tha me një zë të butë. Më kujtove. Dritza u ndal para tij dhe ul në gjunjë, që të ishte në nivelin e syve të tij. Vuri re se fytyra e tij dukej edhe më e lodhur se herën e fundit. Rrobat ishin po ato, pak të grisura në bërryla, por të pastra. Kishte diçka dinjitoze tek ai, diçka që nuk përputhej me varfërinë që e rrethonte. "Bac, a ke ngrënë sot?" e pyeti ajo pa hyrë në fjalë të tjera. Ai uli syt. "Jo, nuk pata fat sot." Dritza ndjeu një shtrëngim në gjoks. Ajo hapi çantën e saj të vogël, kontrolloi shpejt brenda. Nuk ishte shumë, vetëm disa monedha dhe një copë buke që e kishte mbajtur për vete. I zgjati bukën. "Prisni këtu," tha ajo me njëherë. "Do të shkoj në shtëpi dhe do t'ju sjell ushqim, nuk është larg." Ai ngriti dorën ngadalë si për ta ndalur. "Mos u mundo bi, ke hallet e tua." "Kam," u përgjigj ajo me qetësi, "por kjo nuk do të thotë që nuk mund të ndihmoj." Ai e shikoi gjatë, sikur po përpiqej të mbante mend fytyrën e saj. Pastaj psherti lu. "Në rregull, por para se të ikësh, më jep një numër telefoni, nuk i dihet." Dritza u hutua për një çast. Pastaj nxori nga çanta një copë letre të palosur dhe një stilolaps. Ishte e njëjta letër ku kishte shkruar numrin e saj më parë për raste pune. Shkroi sërish, me kujdes, që shkrimi të ishte i lexueshëm. "Ja," tha ajo, duke ia zgjatur. "Do të kthehem shpejt, mos lëviz." Ai e mori letrën dhe futi ngadalë në xhepin e brendshëm të xhaketës. "Zotit bekoft bi." Dritza u ngrit dhe u nis me hapa të shpejt. Rruga drejt shtëpisë së saj ishte e njohur. Shkallë betoni të plasaritura, një rrugicë ngushtë ku fëmijët luanin me top të vjetër, era e bukës së pjekur nga një furrë vogël lagjeje. Kur hyri në apartament, nëna e saj, Vjolca, ishte shtrirë, me syt gjysmë të mbyllur. "Mama," i tha ajo, "do të dal përsëri pak, i kam premtuar ushqim një plaku." Vjolca buzëqeshi dobët. "Ti gjithmonë mendon për të tjerët. Shko bi." Dritza nxorri nga dollapi pak miell, pak vaj dhe djath. Përgatiti shpejt një byrek të thjeshtë, jo të bukur për sy, por të ngrohtë dhe të mbushur. E mbështolli me kujdes dhe e futi në një enë plastike. Mori edhe një shishe të vogël me kos. Nuk humbi kohë. Kur u kthye në rrugë, dielli ishte ulur pak më shumë. Ajo përshpejtoi hapin, zemra i rinte më shpejt se zakonisht. Kur arriti te vendi ku e kishte lënë plakun, ndaloi papritur. Ai nuk ishte aty. Guri ishte bosh, bastuni nuk shihej askund. Rreth e rrotull njerëzit vazhdonin punët e tyre sikur asgjë të mos kishte ndodhur. Dritza u kthyele nga njëra anë, pastaj nga tjetra. "Bac," thriu me zë të ulët, pastaj më fort. "Bac!" Asnjë përgjigje. Zemra filloi t'i rrihte fort. Ajo afrua te një grua që shiste perime atu pranë. "Më falni," i tha me ngut. "A e pat plakun që ishte ulur këtu?" Gruaja e pa me keqardhi. "Po bi." Erdhi një makinë e madhe e zezë, e morën dhe u larguan. "E morën?" Dritza u zbardh në fytyrë. "Si e morën?" "Nuk dukej keq," tha gruaja. "I folën me respekt, dukej sikur e njihnin." Dritza mbeti e ngrirë. Një makinë e madhe, njerëz të panjohur, mendimet i vraponin pa rregull. A ishte në rrezik? A kishte bërë gabim që e la vetëm? Shtrëngoi enën me ushqim në duar, sikur të mund ta kthente kohën pas. "Zot," pëshpëriti, "të lutem, ruaje." Në të njëjtën kohë, shumë larg prej asaj rruge të varfre, një makinë luksoze ndaloi para një vile të madhe. Burra me kostume të errta e ndihmuan plakun të zbriste. Ai duke i hutuar, syt lëviznin nga njëra anë në tjetrën. "Ku jam?" pyeti ai me zë të dobët. "Në shtëpi, baba," tha një burr i ri me fytyrë të lodhur dhe sy të shqetësuar. "Je në shtëpi." Plaku u ul në divan duke u përpjekur të kuptonte ambientin e rreth e rrotull. Mobilime të shtrenjta, dritare të mëdha, qetësi e rëndë. Ai preku xhaketën dhe ndjeu letrën në xhep. Nxori copën e vogël, e shikoi gjatë, por numri nuk i thoshte gjë. Ndërkohë, Dritza u kthye në shtëpi me hapa të rënda. Ushqimi ishte andej i ngrohtë, por tani duke i pavlerë. Vjolca e pa që diçka nuk shkonte. "Nuk e gjete?" e pyeti ajo me zë të thyer. "Jo, nuk e gjeta. E morën me makinë, nuk e di kush." Vjolca heshti për një çast. Pastaj tha, "Ndoshta ishte familja e tij, ndoshta është mirë." "Shpresoj," tha Dritza, por zëri i saj nuk kishte bindje. Atë natë ajo nuk fjeti mirë. Çdo zhurmë i dukej si hap, çdo mendim i kthehej tek fytyra e plakut dhe tek bekimi që i kishte dhënë. Ndjeu një ndjesi të çuditshme, sikur diçka e madhe po lëvizte në prapasken pa dieninë e saj.
Të nesërmen, ndërsa ecte sërish në për rrugë për të kërkuar punë, ajo ndaloi instiktivisht e ai vend. Guri ishte ende aty, i ftohtë dhe bosh. Dritza u ul për një çast, vendosi enën bosh pranë saj dhe mbylli syt. Nëse je mirë, pëshpëriti. Atëherë mjafton. Ajo u ngrit dhe vazhdoi rrugën, pa e ditur se plaku që ajo mendonte të humbur ishte në të vërtet pjesë e një jete krejt tjetër, pa e ditur se ajo cop letre në xhepin e tij do të bëhej ura mes dy votëve, pa e ditur se zhdukja e tij nuk ishte fundi i një takimi, por fillimi i një lidhje që do të ndryshonte gjithçka. Besforti u kthye në shtëpinë e heshtje, pa zhurmë dhe pa skena. Makina u ndal në oborrin e vilës dhe dera u hap ngadalë. Ai zbriti mendimin e shoferit, duke u mbështetur fort në bastun, sikur çdo hap të kërkonte një vendim. Oborri ishte i rregulluar, me pllaka të pastra guri dhe disa pemë dekorative që nuk jepnin as hije, as ngrohtësi. Ishte një vend i bukur, por i ftoftë. Arlindi e priti në derë. Fytyra ishte tendosur nga shqetësimi dhe lodhja. Syti kishte të skuqur, jo nga gjumi, por nga frika që kishte përjetuar gjatë orëve kur nuk dinte ku ndodhej jati. Kur Besforti hyri brenda, Arlindi e mbajti për krahu dhe e çoi drejt divanit, duke ulur me kujdes. "Rri këtu, baba," i tha me zë të ulët. "Mos u lodh." Besforti pa përreth, sikur po hynte për herë të parë në atë shtëpi. Mobiljet ishin të shtrenjta, por pa jetë. Nuk kishte fotografi familjare në mure, as sende personale që tregonin se aty jetonin njerëz, jo vetëm pasuri. Ai u përpoq të kujtonte si kishte dalë nga shtëpia, por mendja i mbeti bosh. "Nuk mbaj mend," tha me ndrojtje. "Doja vetëm të dilja pak." Arlindi e shtrëngoi nofullën. E dinte mirë çfarë do të thoshte kjo. E dinte që jatin nuk duhej lënë vetëm. E dinte që çdo mungesë kujdesi ishte një rrezik real. Dhe e dinte edhe kush kishte qenë në shtëpi atë ditë. Ai u drejtua drejt dhomës tjetër, ku Mirabela ishte ulur rehat në koltuk, me telefonin në dorë dhe televizorin ndezur. Nuk u ngrit kur pa Arlindin. Nuk ndryshoi as shprehjen e fytyrës. "E gjete?" e pyeti shkurt, pa interes të vërtet. "Po," u përgjigj ai. Zëri i tij ishte i qetë, por i mbushur me tension. "E gjeta, në rrugë." Mirabela ngriti supet. "Mirë pra, tani jesh në shtëpi." Arlindi qëndroi disa sekonda pa folur, pastaj u afrua një hap më pranë. "Si doli nga shtëpia?" e pyeti. Mirabela uli sytë të telefoni. "Nuk e di, ndoshta donte të dilte." "Ti ishe këtu," tha ai. "Ti e dije që nuk duhet lënë vetëm." "Ai nuk është fëmijë," u përgjigj ajo me nervozizëm. "Unë nuk mund ta ndjek nga pas gjithë ditën." Arlindi ndjeu diçka të thyhej brenda tij. Nuk ishte hera e parë që përballeshin për këtë temë, por këtë herë pasojat kishin qenë reale. Jati kishte përfunduar i humbur në rrugë, i uritur, i pambrojtur. "E di çfarë mund të kishte ndodhur," tha ai. "Një makinë, një ranje, një goditje. Ai mund të mos ishte kthyer më." Mirabela ngriti zërin. "Mos e egzagjero, asgjë nuk ndodhi." "Asgjë nuk ndodhi sepse dikush tjetër u kujdes, jo sepse ti e bëre." Ajo u ngrit në këmbë, e irrituar. "Unë nuk jam infirmiere. Nëse do kujdes të plot, punëso dikë." "Kjo shtëpi ka nevojë për njerëz, jo për justifikime," tha ai. "Dhe ti e di sa herë kam tentuar të punësoj dikë." Dhe të gjithë ishin të papërshtatshëm, të ngadalt, të varfër, pa klas. Arlini e pa drejt në sy. Për herë të parë, nuk pa vetëm arrogancë, pa mungesë ndjeshmërie, pa një boshllëk. "Ti i përzë," tha ai qeth. "Jo sepse nuk din të punojnë, por sepse nuk të pëlqen t'i kesh përreth." Mirabela heshti për një çast, pastaj u kthye nga dritarja. "Nuk dua njerëz të tillë rreth meje. Janë njerëz, ashtu si babai im." Ajo nuk u përgjigj. Heshtja që ra mes tyre ishte më e rëndë se çdo debat. Për herë të parë, Arlindi mendoi seriozisht çfarë po ndërtonte me këtë grua. Një shtëpi pa kujdes, një jetë pa ndjeshmëri. Ndërkohë, shumë larg asaj vile, Dritza ecte nëpër rrugët e qytetit me dosje në shkretull. Kishte hyrë në 2 dyqane, kishte trokitur në një shtëpi tjetër, kishte pyetur për punë pastrimi dhe ndihmë shtëpie. Në çdo vend kishte marrë të njëjtën përgjigje. "Do të marrim në telefon." Telefon që nuk binte kurrë. Ajo ndaloi pra një furre të vogël lagjes. Era e bukës së sapo pjekur e kujtoi stomakun bosh. Bleu një simite të thjeshtë dhe e hëngri ngadalë duke qëndruar në këmbë. Mendja i shkoi në nënën e saj, Vjollcën, është rrirë në shtëpi duke pritur ilaçet e radhës. "Nuk kam kohë të dorëzohem,"
i tha vetes. Kur u kthye në shtëpi, Vjollca e priti me një buzëqeshje të lodhur. Si shkoj? E pyeti. Ende asgjë, por do të dal përsëri nesër. Vjollca nuk foli, vetëm e shikoi me sy të mbushur me faj. Dridza e kuptoi atë shikim, i kishte parë shumë herë. Mama, i tha, duke i marrë dorën. Mos mendo se je barë. Unë jam këtu përse dua. Në vil, mbrëmja ra e ftohtë. Besforti ishte shtrirë në dhomën e tij, duke shikuar tavanin. Mendja i sillte fragmente, një rrugë, një vajzë, një copë letre. E futi dorën në xhep dhe e preku. Letra ishte ende aty. Nuk e dinte pse e mbante, por ndjente se ishte e rëndësishme. Arlindi u zbrit pranë tij. Do të gjej dikë që të kujdeset për ty, dikë të mirë. Besforti nuk foli, vetëm mbylli sytë. Në dhomën tjetër, Mirabena përgatiste valixhen e saj për fundjavën, pa u shqetësuar për atë që kishte ndodhur. Arlindi e pa nga dera. Për herë të parë nuk ndjeu më siguri për atë ardhmen e tyre. Diku në qytet, Dridza mbylli dritën dhe u shtri pranë nënës së saj, me mendjen plot frikë, por edhe me një ndjesi të çuditshme se diçka po lëvizte ngadalë, larg syve të saj. Ajo nuk e dinte ende se shtëpia që kishte nevojë për kujdes dhe jeta e saj po afroheshin drejt një pike takimi. Dridza kishte kaluar disa ditë duke lëvizur nga një rrugë në tjetrën, me çantën e vogël gjithmonë në shpatull dhe shpresën që i hollohej pak nga pak. Këmbët i dhemdin, por ajo nuk e lejonte veten të ndalej. Çdo mëngjes dilte herët nga shtëpia pasi i jepte nënës ilaçet dhe i linte ujë pranë shtratit. Vjollca përpiqej të buzëqeshte, por sytë e saj të lodhur tregonin se trupi po e tradhtonte ngadalë. Kjo e shtynte Dridzën të ecte më shpejt, të pyeste më shumë, të duronte më shumë. Atë paradite, ajo ndodhej pranë një farmacie të vogël në një lagje të qetë, jo larg rrugës kryesore. Fasada ishte e vjetër, xhamat paksa të turbullt, por brenda mbante gjithmonë erë alkooli dhe barrash miksore. Dridza doli jashtë me një qese të bardhë plastike në dorë. Brenda ishin disa ilaçe bazë për nënën e saj, të blera me para të marra hua nga një fqinj. I shtrëngoi fort, sikur të ishin diçka e brisht. Teksa po kalonte pranë një makine të parkuar, dëgjoi një zë burri. Zëri ishte i ulët, por i mbushur me tension. Ajo nuk ishte ndërmend të dëgjonte, por fjalët e kapën pa dashje. 2 muaj, po thoshte burri. Duhet të iki patjetër, nuk kam zgjedhje. Dridza ngadalsoi hapin pa e kuptuar. Burri vazhdoi. Po, pikërisht kjo është frika ime. Babai im nuk mund të qëndroj vetëm, ka ditë që harron gjithçka. Nuk e di ku shkon, nuk e di ku është. Ajo ndaloi fare. E njohu menjëherë zërin. Ishte i njëjti burr që kishte para të ditë në vil, pas derës që ju mbyll me forcë. Arlindi. Ai duke i lodhur, kishte veshur një këmishë të thjeshtë, jo si një njeri që kishte gjithçka nën kontroll. Njërën dorë e mbante mbi ball, sikur po përpiqej të mbante mendimet në vend. Nuk kam njeri, vazhdoi ai. Të gjithë u larguan, askush nuk duron, dhe unë nuk mund ta lë baban tim kështu. Dridza ndjeu diçka të lëvizte brenda saj, një përzierje frike dhe guximi. Mendoi për nënën e saj, për netët pa gjumë, për kujdesin e përditshëm që kërkonte durim dhe vëmendje. Mendoi edhe për plakun që i kishte bekuar hapat e saj. Ajo mori frym thellë. Nëse do të largohej tani, do ta ndiqte gjithmonë ndjenja se kishte humbur një mundësi. Nëse do të fliste, rrezikonte të poshtërohej sërish. Megjithatë, diçka brenda saj i tha se duhej të provonte. Zot, përshpëriti pa zë, më jep forcë. U kthye ngadalë dhe u afrua një hap më pranë makinës. Më falni, zotëri, tha ajo me zë të ulët, por të qartë. Arlindi u kthye befasuar, për një çast nuk e njohu, pastaj sytë e tij u ngushtuan left. Po, thaj. Dridza uli kokën paksa si shenjë respekti. Nuk doja të dëgjoja bisedën tuaj, thjesht nuk munda të mos dëgjoja. Ai pështërit ju. Nuk ka problem. Ajo hezitoi për një sekond, pastaj vazhdoi. Ju thatë që kërkoni dikë për të kujdesur për baban tuaj. Arlindi e vështroi me kujdes, si të përpiqej ta kuptonte nga vinte kjo vajzë e qetë me rroba të thjeshta dhe sy të sinqert. Po, tha ai shkurt, po kërkoj. Ti? Unë, tha Dridza, duke ndjer zemrën të rinte fort. Ai ngriti vetullët. Ti? Po, u përgjigj ajo. Unë kujdesem për nënën time, ajo është e smur. Jap ilaçe, i ndihmoj të ulet, të haj ushqimin, e ruaj kur fle. Nuk kam frikë nga puna. Arlindi heshti për një moment. Shikimi i tij u bë më i thellë. Nuk ishte arrogancë në sytë e saj, as lutje të tepruar, vetëm nevojë dhe ndershmëri. Ke bërë këtë punë më parë? Pyeti ai. Nuk kam punuar në shtëpi të huaja, tha ajo sinqerisht, por kam përvojë me njerëz të moshuar dhe jam e duruar. Ai vuri re mënyrën se si ajo fliste, pa nxituar, pa premtime boshe.
Babai im ka probleme me kujtesën, ka ditë që është i qetë, ditë të tjera që humbes. Duhet vëmendje. E di, tha Dridza, edhe nëna ime ka ditë të vështira. Kur një njeri është i sëmur, nuk ka orar. Arlindi uli shikimin për një çast. Ishte hera e parë pas shumë ditësh që dikush fliste pa u ankuar. Kur mund të fillosh? E pyeti papritur. Dridza u befasua, nuk e priste kaq shpejt. Jo sot, tha ajo, duhet të kthehem në shtëpi, t'i jap nënës ilaçet dhe i tregoj, por nesër po. Ai tundi kokën. Në rregull, nesër. Nxori telefonin me dërgoj adresën, do të dërgoj makinën. Sytë e Dridzës u mbushën me dritë. Falenderit zotri, nuk do t'ju zgjëmi. Shpresoj, tha i thjesht. Ajo shkrojti adresën me kujdes në një copë letre. Ishte e njëjta dorë që kishte shkruar numrin e saj për një plak disa ditë më parë. I azgjati. Arlindi e mori dhe e futi në xhep. Do të shihemi nesër. Dridza u largua me hapa të lehtë, sikur toka poshtë saj ishte bërë më e butë. E mbajti qesen me ilace fort dhe për herë të parë pas shumë kohe, buzëqeshi pa u përpjekur. Kur moriti në shtëpi, Vjollca e pa menjëherë ndryshimin. Çfarë ka? E pyeti. Mama, tha Dridza, duke ulur pranë saj. Në fund gjeta diçka. Vjollca mbylli sytë për një çast. Faleminderit Zotit. Atë mbrëmje, Dridza përgatiti një supë të thjeshtë me perime. Era e karrotave dhe patateve mbushi dhomën e vogël. Ndërsa nëna e hante ngadalë, Dridza mendonte për ditën që po vinte. Nuk e dinte çfarë do t'i sillte kjo ditë, por mbjente se diçka kishte filluar të lëvizte. Diku tjetër, Besforti ishte zgjuar në shtëpinë e tij të madhe. Kaloi nëpër korridore të heshtura, duke menduar për vajzën e qetë që kishte takuar. Nuk e dinte pse, por ndjeu një lloj lehtësimi, si një nyje që më fund ishte zgjidhur pak. Në dhomën tjetër, Besforti ishte zgjuar pranë dritares, duke parë jashtë. Në xhepin e xhaketës, një copë letre e palosur prekte lehtë kraharinun e tij. Ai nuk e dinte pse, por emri mbi të i dukoi të ngrohtë. Nesër, pa e ditur se si plushi, dy rrugë që ishin kryqëzuar dikur në heshtje, do të takoheshin sërish, dhe asnjëri prej tyre nuk ishte gati për atë që do të sillte ky takim. Dridza hyri në obor herët atë mëngjes, me hapat ende të pasigurt, por me shpinën drejt. Porta e madhe prej hekuri u mbyll pas saj me një tingull të rënd, sikur po vuloste hyrjen e saj në një botë tjetër. Ajri kishte aromë bari të lagur, dhe pastrimi i mëngjesit ishte ende i freskët. Ajo ndaloi për një çast, mori frym thellë dhe shtrëngoi çantën e vogël që mbante në dorë. Ishte dita e saj e parë e punës dhe nuk donte të gabonte as në gjën më të vogël. Hapi derën kryesore me kujdes, duke u përpjekur të mos bënte zhurmë. Brenda, shtëpia ishte e qetë, por jo ngrohtë. Mobiljat ishin të shtrenjta, të rregulluara me kujdes, por mungonte diçka njerëzore. Dridza ndjeu menjëherë atë boshllëk që nuk blihet me para. U zhvesh ngadalë nga xhaketa dhe e vari pranë derës, ashtu siç kishte mësuar nga shtëpia e saj. Çdo gjë në vendin e vet. Një zë i dobët erdhi nga fundi i korridorit. Dridza u kthye instinktivisht nga ai drejtim. Zemra i rrahu më fort. Ajo e njohu zërin përpara se të shihte fytyrën. Kur hyri në dhomë, u ndal si e ngrirë. Burri i moshuar ishte ulur pranë dritares, me shikimin të humbur jashtë. Ishte ai, plaku i rrugës, Besfort. Për një moment, gjithçka u përzije në mendjen e saj. Rruga e ngushtë, guri i ftoftë, bastuni, letra me numrin e saj. Dhe tani, kjo dhomë e madhe, kjo qetësi e rëndë, këto perde të trasha. I njëjti njeri, dy botë krejt të ndryshme. Baç, i doli fjala pa dashje, shumë lehtë. Ai u kthye nga ajo ngadalë. Sytë e tij u ndalën mbi fytyrën e saj, por nuk kishte njohje, vetëm një vështrim i lodhur, i paqartë. Po ti kush je? E pyeti me zë të butë, pa asnjë dyshim apo frikë. Dridza ndjeu një pickim në gjoks, por e fshehu. U afrua me qetësi dhe buzëqeshi. Jam Dridza, do t'jem këtu për të kujdesur për ju. Ai pohoi lehtë me kokë, sikur kjo përgjigje t'i mjaftonte. Mirë atëherë, tha. Kam uri. Do t'ju përgatis diçka, u përgjigja jo me njëherë. Në kuzhinë, ajo lëvizi me kujdes, duke respektuar hapësirën, por duke e bërë të vetën. Gjeti patate, pak vaj ulliri, qep dhe bukë të freskët. Filloi të gatuante ngadalë, ashtu siç bënte në shtëpi për Vjollcën. Gjellë e thjeshtë, pa zhurmë, pa shfaqje. Ndërsa përzjente tenxherën, ndjeu një ndjesi të çuditshme qetësie, sikur duart e saj e dinin çfarë të bënin, edhe në këtë shtëpi të huaj. Ndërkohë, Arlindi zbriti shkallët dhe u ndal në prag të kuzhinës.
E vështroi për disa sekonda pa folur, pa mënyrën si ajo lëvizte, si e mbante sobën të pastër, si e shijonte ushqimin para se ta hiqte nga zjarri. Nuk ishte thjesht punë, ishte kujdes. E gjeti babain? Pyeti Arlindi, qetë. Po, u përgjigja ajo me kujdes, duke u kthyer nga ai. Është mirë, pak i hutuar, por i qetë. Arlindi pohoi me kokë. Faleminderit. Kur ajo i çoi ushqimin Besfortit, ul pranë tij dhe e ndihmoi të hante ngadalë. Nuk nxitoi, nuk e qortoi. I fshiu buzët me një pecet të pastër dhe i foli me ton të ngrohtë, sikur ta njihte prej vitesh. Besforti e shikonte her pas here me një ndjesi sigurie që nuk e kuptonte as vetë nga vinte. Në dhomën tjetër, Mirabela e dëgjonte gjithçka, që nga momenti që kishte parë Dritzën në shtëpi, diçka brenda saj ishte ndezur. Nuk ishte thjesht xhelozi, ishte frikë, frikë se po humbiste kontrollin. Ajo hyri në kuzhinë me hapa të fortë. Pra, kështu qenka, ke filluar të sillesh si zonjë shtëpie. Dritza ngriti sytë ngadalë. Jam këtu për të punuar, tha qetë. Mirabela qeshi me përbuzë. Mos harro vendin tënë. Nuk e harroj, asnjëherë. Kjo qetësi e çmendi Mirabelen më shumë se çdo kundërshtim. Ajo u kthye nga Arlindi. E ke parë si sillet, sikur kjo shtëpi ti përkiste. Arlindi e shikoi ftohtë. Ajo po bën atë që duhet bërë. Dhe unë çfarë jam këtu? Shpërtheu Mirabela. Arlindi nuk u përgjigj menjëherë. Heshtja e tij ishte më e rëndë se çdo fjalë. Më vonë në zyrën e tij ai thirri Dritzën. Ajo hyri me respekt, me duart e mbledhura përpara. Dua të flasim për pagesën, tha ai. Ajo uli syt. Zotri, për mua është e rëndësishme të punoj, nuk kam kërkesa të mëdha. Arlindi e ndërpreu me një gjest. Do të paguesh mirë, më shumë se zakonisht. Dritza ngriti kokën e habitur. Pse? Sepse ke përgjegjësi dhe sepse e di që ke nënën e sëmurë. Sytë e saj u mboshën me lot, por nuk ran. Faleminderit, tha thjesht. Kur u kthye në dhomën e Besfortit për t'i dhënë ilaçet, ai e shikoi gjatë. Ti je e mirë, i tha papritur. Nuk e di pse, por ndihem i qetë kur je këtu. Ajo buzëqeshi lehtë. Edhe unë baç. Në korridor, Mirabela e shtrëngoi grushtat. Tashmë ishte e qartë. Kjo vajzë nuk ishte thjesht një punëtore, ishte një kërcënim, një prani që po zgjonte gjëra që ajo nuk i kontrollonte dot. Ndërsa dita mbyllej dhe shtëpia zhytej sërish në qetësi, Dritza u ul për një çast vetëm. Mendoi për vjollcën, për rrugën, për gurin bosh. Nuk e dinte ende pse jeta i kishte bashkuar këto fije, por ndjente se kjo shtëpi po kujtonte diçka të humbur prej kohësh, dhe ajo, pa e kuptuar, ishte bërë pjesë e atij kujtimi. Mirabela e ndjeu mungjesin e Arlindit që në mëngjesin e parë pasi ai u largua jashtë vendit. Shtëpia ishte e njëjtë, mobiljet ishin në vend, dritaret hapeshin mbi të njëjtin obor të rregulluar me kujdes, por diçka kishte ndryshuar. Nuk kishte më asnjë kufi, askush nuk e shikonte, askush nuk e ndalte, dhe ajo e përjetoi këtë si liri. Besforti u zgjua herët atë mëngjes. Ul në shtrat për disa minuta, duke u përpjekur të kuptonte se ku ndodhej. Dhoma ishte e madhe, por e ftohtë. Në muret e bardha kishte fotografi që nuk i njihte. Fytyra që i dukej më e afërt ishte ajo e një gruaje të re, e qetë, që i fliste me zë të butë çdo ditë. Emrin nuk e mbante mend gjithmonë, por ndjesia e sigurisë vinte sapo ajo hynte në dhomë. Dritza hyri me kujdes, duke mbajtur një tabakat të vogël, një tas me supë të ngrohtë perimesh, një copë buk misri dhe një gotë ujë. I buzëqeshi lehtë. Mirëmëngjes, bac, i tha ajo. Ai ngriti sytë dhe u përpoq të buzëqeshte. Mirëmëngjes, bi. Ajo e ndihmoi të ulej më mirë, i rregulloi jastëkun pas shpine, i fryu lehtë supës që të mos ishte shumë e nxehtë. Ishte një rutinë e thjeshtë, por e bërë me kujdes. Dritza kishte mësuar të ishte e duruar, të mos nxitonte, të mos ngrinte zërin. Nga korridori u dëgjua zhurma e hapave të fortë. Mirabela u shfaq në derë me fytyrë të ngrysur. Prap po e ushqen si fëmijë, tha ajo me përbuzje. Nuk është foshnje. Dritza nuk u kthye menjëherë. Vazhdoi t'i mbante lugën Besfortit para gojës. Po ha, tha qetë. Duhet kohë. Mirabela qeshi thatë. Ti ke shumë kohë me sa duket, unë jo. Besforti uli sytë, duart i dridheshin pak. Mos u grindni, tha me zë të ulët. Nuk dua zhurmë. Ti mos fol, ja preu Mirabela. Gjithë ditën vetëm ankesa.
Dritza ndjeu një shtrëngim në stomak, por u përmbajt. I fshiu buzët Besfortit me pecet dhe ndihmoi të pinte ujë. Vetëm kur u sigurua që ai ishte mirë, u ngrit dhe u kthye nga Mirabela. Nuk ka nevojë të flisni kështu, tha me qetësi. Ai nuk po ju bën asgjë. Mirabela ju afrua një hap më shumë. Mos më thuaj mua si të flas në shtëpinë time. Dritza u tërhoq një hap pas. Nuk donte konflikt. E dinte se Arjindi ishte larg dhe se çdo problem mund t'i kushtonte punën. Heshti dhe doli nga dhoma. Gjatë ditës situata u përkeqësua. Mirabela e ndiqte me sy çdo lëvizje të Dritzës, çdo herë që ajo hynte në kuzhinë, çdo herë që i sillte Besfortit ilaçet. Çdo gjë i dukej provokim. Nuk ke pse i ri gjithmonë mbi kokë, nuk ke jetën tënde? Jam këtu për këtë, për t'u kujdesur. Je këtu sepse të lejon unë, ja ktheu Mirabela ashpër. Në mbrëmje Dritza po përgatiste një gjell të thjeshtë me oriz dhe perime. Aroma e vajit të ullirit dhe qepëve të skuqura mbushi kuzhinën. Ishte ushqim i zakonshëm, por i ngrohtë, i njohur, diçka që Besforti e hante pa vështirësi. Mirabela hyri pa trokitur. Çfarë po gatuan? Drekën për bacën, u përgjigj Dritza. Mos e quaj bac, nuk është babai yt. Dritza uli syt. Është i moshuar, meriton të respekt. Kjo fjali ishte e mjaftueshme. Mirabela u ndez. Ti mendon se je më e mirë se unë, me këto sjellje, me këtë fytyrë të pafajshme? Ajo ju afrua shumë. Dritza ndjeu frymën e saj të rëndë. Vazhdoi Mirabela. Unë të kam parë. Si e shikon? Si ri gjithmonë afër ti, po luan teatr. Po flisni pa arsye, tha Dritza me zë të ulët. Ndal, bërtiti Mirabela, dhe ngriti dorën. Për një çast sikur koha ndal, Dritza pa dorën që vinte drejt saj. Mendoi për Besfortin, për frikën në sytë e tij, për heshtjen që kishte duruar ditë me radhë. Trupi i saj reagoi para mendjes. Ajo e kapi dorën e Mirabelës dhe e shtyu larg. Mos më pek, tha me zë të fortë. Mirabela u lëkund pas. Sytë i mbushën me zemërim dhe turp. Si guxon. Zhurma kishte mbëritur në dhomën e Besfortit. Ai u shfaq në derë, i hutuar, duke u mbajtur pas murit. Çfarë po ndodh? Mirabela u kthyre nga ai. Gjithçka është faji yt, i bërtiti ajo. Gjithçka. Dritza u vendos përpara instinktivisht. Mjaft, tha. Mjaft tani. Për disa sekonda askush nuk foli. Pastaj Mirabela u kthye me nxitim dhe u mbyll në dhomën e saj, duke përplasur derën. Dritza ndjeu këmbët t'i dridheshin. E ndihmoi Besfortin të ulej. Është në rregull, i tha, edhe pse nuk ishte e sigurt. Mbrëmja ra e rënd. Dritza u kthye në shtëpinë e saj vonë. Nëna e saj, Violeta, ishte shtrirë, më e zbehtë se zakonisht. Mama, e thiri ajo. Violeta u përpoq të fliste, por fjala ju pre. Frymëmarrja ju bë e çrregullt. Djersa ju mbuloi ballin. Dritza ndjen panikun të ngjitej në fyt. E ndihmoi të ngrihej, por trupi i nënës ju rrëzoi në krah. Mama, të lutem, përshpëriti ajo, ndërsa thërriste ndihmë. Ambulanca erdhi shpejt, por rruga duke e pafund. Dritza mbante dorën e Violetës, duke i fshirë djersën, duke i folur pa pushim që të mos humbiste ndjenjat. Në spital dritat ishin të forta, ajri i ftohtë. Mjeku doli pas disa analizash. Gjendja është serioze, tha me zë profesional. Duhet operacion urgjent. Sa kushton? Pyeti Dritza, me zë që mezi i dilte. Ai tha shifrën, një shumë e madhe se çdo kursim që kishte. Dritza uli në karrigën metalike në korridor. Duart i dridheshin. Mendoi për punën, për shtëpinë, për gjithçka që kishte duruar. Heshtja që kishte mbajtur për ditë me radhë, tani kishte një çmim të tmerrshëm. Zemra e rrinte fort. Frika dhe lodhja u përzien me një ndjenjë boshllëku. Nuk kishte kujt të drejtohej. Arlindi ishte larg. Mirabela nuk do ta ndihmonte kurrë. Dritza uli kokën dhe mbylli syt. Për herë të parë pas shumë kohësh, ndjeu se po i mbaronte forca, por diku thellë, ende mbante shpresën se nuk do t'i ishte vetëm. Dritza u ul ngadalë në karrigën plastike të korridorit të spitalit, me shpinën të mbështetur pas murit të ftohtë. Era e dezinfektuesit i mbushte hundët dhe dritat e bardha mbi kokë i bënin syt t'i diqnin. Vjollca ishte brenda, e shtrirë në shtratin e urgjencës, e lidhur me aparate që bënin zhurma të shkurtra, monotone. Frymëmarrja e saj ishte e rëndë, e çrregullt. Çdo herë që gjoksi i saj ngrihej, Dritza mbante frymën. Mjeku kishte qenë i qartë. Operacion urgjent, pa vonesë, pa alternativa.
5 milion lek. Shifra i sillej në kokë si një goditje e vazhdueshme. 5 milion. Ajo nuk kishte as 50.000, as 500. Duart i dridheshin ndërsa i mbështeti në fytyrë. Syti ishin mbushur me lot, por nuk qante me zë. Nuk donte që nëna ta dëgjonte, nëse zgjohej. Nuk donte që askush ta shihte të thyer. Zot, përshpëriti me zë të ulët, aq sa vetëm ajo e dëgjonte veten. Mos më merr, jo tani, të lutem. Ora në mur ecte ngadalë, çdo minutë i dukej si një orë. Mendja i shkoi te gjithçka që kishte kaluar, rrugët e gjata, refuzimet, fjalët poshtëruese, duart e ftohta të nënës kur i mbante në mbrëmje, lutjet e përbashkëta para se të flinin. Nuk kishte kërkuar kurrë shumë nga jeta, vetëm pak qetësi, pak shëndet, pak dinjitet. Pas një kohe që nuk e ndjeu, një infermiere ju afrua dhe i tha të priste. Mjeku do ta thëriste. Kur dera u hap dhe mjeku e ftoi brenda zyrës së vogël, Dritza u ngrit me vështirësi. Këmbët i dukeshin të huaja. U ul përballë tij, duke shtrënguar çantën e vjetër në prehër. Dritza, tha mjeku me një zë më të butë se më parë. Kam një lajm. Ajo u përgatit për më të keqen. Zemra i rihte fort. Operacioni do të bëhet sot. Gjithçka është gati. Ajo e pa e hutuar. Por, parat. Mjeku buzëqeshi lehtë. Jam paguar. Të gjitha. Dritza u mbir. Si jam paguar? Një person anonim i ka mbuluar të gjitha shpenzimet. 5 milion lek. Çdo gjë. Fjalët nuk hynin në mendjen e saj. Ajo hapi gojën, por nuk doli asgjë. Vetëm lot. Lot të nxehtë, të papërmbajtshëm. U ngrit nga karrigja dhe ul në gjunjë pa e kuptuar. Duart i mbulonin fytyrën ndërsa qante. Faleminderit Zot. Përshpëriste mes lotësh. Faleminderit. Mjeku e la të qante. Nuk e nxitoi. E dinte se ajo çlirim ishte i nevojshëm. Operacioni zgjati disa orë. Dritza priti jashtë sallës, herë duke ecur ngadalë, herë duke ulur në një karrige. Kur mjeku doli dhe i tha se gjithçka kishte shkuar mirë, ajo u ndjej sikur dikush i kishte hequr një gur nga gjoksi. Vjollca ishte gjallë, ishte jashtë rrezikut. Në mbrëmje, kur u sigurua që nëna ishte stabilizuar, Dritza u kthye në shtëpinë e Arlindit. Ishte e lodhur, por e lehtësuar. Trupi i dhemte, syti digjnin nga pagjumësia, por brenda saj kishte një qetësi që nuk e kishte ndjer prej kohësh. Besforti ishte ulur në koltukun e tij të zakonshëm, me një batanie të hollë mbi këmbë. Kur ajo hyri, ai ngriti kokën. Erdhe, tha me zë të butë. Po baçe, ju përgjigj ajo. Si jeni? Ai e vështroi për një çast më gjatë se më parë. Sytë e tij zakonisht të humbur, dukeshin më të kfjellët. Emri yt, tha ngadalë, sikur po kërkonte diçka në mendjen. Dritza. Ajo u ndal në vend, zemra i rrathi fort. Po baçe, Dritza. Ai buzëqeshi lehtë. E mbaj mend, si dritë. Lotët i mbushen sytë sërisht, por këtë herë ishin lot gëzimi. Ajo ul pranë tij dhe i rregulloi batanien. Na erdhi një mrekulli sot. Nëna ime u operua. Dikush pagoi gjithçka. Besforti e dëgjoi me vëmendje, duke ndëndur kokën. Mirësia kthehet, tha i thjesht. Në të njëjtën kohë, larg atij shtëpie, Arlindi ishte kthyer herët nga udhëtimi i tij. Nuk ishte njoftuar askënd. Një ndjesi e keqe nuk i ishte ndarë gjatë gjithë fluturimit. Një mik i afërt e kishte telefonuar pak para se të nisej nga aeroporti. Arlind, i kishte thënë me zë të ulët, duhet të dish diçka. E pash Mirabelën sot, në hotel, me një burr tjetër. Arlindi nuk bëri pyetje, vetëm këndroi drejtimin. Tani ishte ulur në makinë, përballë hotelit. Dera u hap dhe Mirabela doli, duke qeshur, duke rregulluar flokët. Një burrë e shoqëronte, dora e tij në belin e saj. Kur sytë e saj u takuan me të Arlindit, buzëqeshja ju shua. Arlind, bëlbësti ajo. Mund ta shpjegoj. Ai nuk foli, nuk bërtiti, nuk u afrua, vetëm e pa për disa sekonda. Pastaj u kthye dhe u largua. Kur Mirabela u kthye në shtëpi më vonë, valixhet e saj ishin jashtë portes. Arlindi doli ngadalë. Është mjaft, tha i qetë. Ik. Ajo qau, u lut, u përpoq të justifikonte. Ai nuk ndryshoi mendje. Për herë të parë pas shumë kohësh, shtëpia u bë e qetë. Atë mbrëmje, Arlindi u ul pranë babait të tij dhe Dritzës, i dëgjoi të flisnin, të qeshnin lehtë, pa mënyrën se si ajo e rregullonte filxhanin e çajit, si i fliste me durim, si i përgjigjej pa nervozitet. Besforti e pa djalin dhe tha:
Kjo vajzë është e mirë. Arlindi uli kokën. Ai e tashmë e dinte. Në hishtimin e asaj mbrëmje, mes çajit të ngrohtë dhe aromës së bukës së sapo pjekur, diçka u vendos në vendin e vet. Mrekullia nuk ishte vetëm operacioni i paguar, ishte gjithçka që kishte ardhur pa zhurmë, duke ndruar jetët e tyre, një nga një. Dritza u largua për shtëpi vonë, e lodhur por e mbushur me mirënjohje. Para se të flinte, u ul pranë shtratit të nënës në spital, i mori dorën dhe pëshpëriti. Jemi ende këtu, mama. Ja dolëm. Ajo nuk e dinte ende kush i kishte paguar gjithçka, por e dinte një gjë. Jeta kishte filluar të ndryshonte, dhe kjo ishte vetëm fillimi. Arlindi u kthye në Tiranë pa paralajmërim. Nuk telefonoi askënd. Nuk i shkroi Mirabelës. Makina doli nga aeroporti dhe mori drejtimin drejt qytetit në heshtje, ndërsa mendja e tij ishte e mbushur me zëra, pamje dhe dyshime që nuk i jepnin më qetësi. Ditët jashtë vendit nuk i kishin sjell largësi, përkundrazi, i kishin sjell qartësi. Gjithçka që kishte shtyr për muaj me radhë tani qëndronte përballë tij, pa filtr dhe pa justifikime. Kur hyri në oborrin e shtëpisë, gjithçka dukej e njëjtë, por ai e ndjeu menjëherë se diçka kishte ndryshuar. Nuk ishte më i njëjti njeri që kishte dalë prej andej. Në salon, Besforti ishte ulur pranë dritares, me një batanie të hollë mbi këmbë. Dritza ishte ulur pranë tij, duke i qiruar me kujdes një moll, duke e prerë në copat vogla dhe duke ia dhënë një nga një, pa nxituar. Ai e shikonte me vëmendje, me një qetësi që nuk e kishte pasur prej kohësh. Arlindi ndaloi në prag. Nuk foli. Vetëm i vëzhgoi. Ajo skenë thjesht, ajo heshtje e mbushur me kujdes, i tregoi më shumë se çdo bisedë që kishte bërë ndonjëherë me Mirabelën. Besforti ngriti syt dhe e pa të birin. U ktheve, tha ngadalë. Po baba, u përgjigj Arlindi duke ju afruar. Si je? Jam mirë, tha Besforti. Pastaj shtoi, duke treguar Dritzën me një lëvizje të lehtë të dorës. Ajo kujdeset për mua. Arlindi buzëqeshi lehtë. E di. Mirabela u shfaq pak minuta më vonë, e veshur me rroba të shtrenjta, telefoni në dorë, fytyra e tendosur. Sapo e pa Arlindin, ndaloi për një çast, sikur po llogariste fjalët. Nuk më the që po kthehesh sot, tha ajo. Nuk e dija që duhej, u përgjigja i qetë. Tensioni u ndjej menjëherë. Dritza u ngrit në këmbë. Nëse nuk ju duhet gjë tjetër, do të shkoj të përgatis çajin, tha ajo me respekt dhe u largua drejt kuzhinës. Mirabela e ndoqi me syr. Pastaj u kthye nga Arlindi. Duhet flasim. Po, tha ai. Duhet. Ata u zhvendosën në dhomën tjetër. Arlindi nuk ngriti zërin, nuk kishte më nevojë. I tregoi gjithçka që kishte mësuar, fjalët që ajo kishte thënë për të atin, sjelljen e saj kur ai mungonte, burrin tjetër, hotelin, mesazhet. Nuk e pyeti nëse ishte e vërtetë. Ai tashmë e dinte. Mirabela u përpoq të mohonte, pastaj të justifikohej, pastaj të qante. Asgjë nuk funksionoi. Arlindi e dëgjoi deri në fund, pastaj foli. Nuk jam i zemëruar, tha. Jam i lodhur dhe jam i zhgënjur, jo vetëm për tradhtin, por për mënyrën si e trajtove këtë shtëpi, babain tim, njerëzit. E bën për atë vajzën apo jo, për shërbyesen. Arlindi tundi kokën. Jo, e bëj për veten time, për atë që dua të jem dhe për atë që nuk dua më të toleroj. Fjalët e tij ishin të qarta, vendimi ishte marrë. Mirabela e kuptoi. Ajo u largua atë ditë, me valixhe të mbushura shpejt dhe me krenari të thyer. Nuk pati skena të mëdha, vetëm një derë që u mbyll pas saj. Në mbrëmje, Arlindi u ul pranë Besfortit. Dritza po përgatiste supë të lehtë me perime, siç ja kishte rekomanduar mjeku. Aroma mbushi shtëpinë. Baba, tha Arlindi ngadalë, dua të tregoj diçka. Besforti e pa me vëmendje. Po. A e di pse Dritza është këtu? Besforti heshti për një çast, pastaj foli me siguri të papritur, sepse ajo ka zemër të mirë. Arlindi buzëqeshi lehtë. Po, por ka edhe më shumë. Besforti u mbështet më mirë në koltuk dhe nisi të fliste. Jo me fjali të gjata, por me kujtime të coptuara që për herë të parë lidheshin. Ai tregoi për ditën kur ishte ulur në rrugë, i humbur, i huritur, për vajzën që i kishte dhënë lekën e fundit, për mënyrën si e kishte parë në sy, pa frikë, pa interes, si kishte kuptuar në atë moment se ajo ishte njeri që nuk blihej. E mbaj mend, tha Besforti, edhe kur harroja gjithçka tjetër, zemra ime e mbajti mend. Arlindi uli kokën. Ti drejtove gjërat.
Besforti buzëqeshi lehtë. Jo, vetëm I shtyva bak. Zoti bëri pjesën tjetër. Atë mbrëmje, Arlindi e thirri Dritzën të uleshin me ta. Ajo ndije në siklet, por u ul. Ai I tregoi të vërtetën, për letrën, për pagesën e operacionit të nënës së saj, për planin e teatrit. Sytë e Dritzës u mbushën me lot. Nuk e dija, tha me zë të ulët. Nuk kërkova asgjë. E di, dhe pikërisht për këtë. Ditët që pasuan ishin të qeta. Vjollca u rikuperua mirë, shtëpia mori frymë ndryshe. Nuk kishte më zëra të ashpër, as tension të fshehur, vetëm rutinë e thjesht, ushqimi ngrohtë, biseda të vogla. Një pasdite Arlindi e ftoi Dritzën të dilnin për një shëtitje të shkurtër. Ecën pa nxituar, duke folur për gjëra të zakonshme. Kur ndaluan pranë një ure të vjetër, ai u kthye nga ajo. Nuk dua të premtoj gjëra të mëdha, vetëm sinqeritet, respekt dhe një lit ku askush nuk ndihet I vogël. Dritza e pa drejt në sy. Mjafton. Ai nxori uningën thjesht, pa zhurmë, pa spektakël. Do të martohesh me mua? Ajo qeshi me slotësh. Po. Martesa u bë disa javë më vonë, në Berat. Një ceremoni e vogël, familjare. Gur të bardh, lule të thjeshta, baklava në fund. Besforti ishte aty, I veshur me kostum të dëmshëm, duke mbajtur dorën e vjollcës. Muzika ishte e lehtë, qeshëra të sinqerta, pa bujë. Dritza, që dikur I kishte dhënë lekën e fundit, tani qëndronte pranë njeriut që e kishte parë për atë që ishte, jo si shërbyese, jo si e varfër, por si njeri. Dhe Besforti, duke I parë, tha qetë: mirësia gjithmonë gjen rrugën për t'u kthyer në shtëpi.